Çështja e masës së sigurisë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Velia e ka mbërritur në gjykatën kushtetuese, e cila ka shqyrtuar kërkesën e tij për të shpallur të palishëm arrestimin e vendosur në shkurt të vitit 2025. Ky zhvillim shënon një fazë të re për plasjeve ligjore mes mbrojtjes dhe prokurorisë, pasi çështja ka kaluar më herët në të gjitha shkallët e zakonshme të gjyqësorit. Seanca është zhvilluar pa pranimin e debatit verbal të palëve, duke u bazuar vetëm në materiale dhe dokumentacionin e dorëzuar në gjykatë. Gjyqtarët kushtetuese ende nuk kanë marrë një vendim, duke e lënë çështjen të hapur për shqyrtim të mëtejshëm në ditët në vijim. Në argumentet e paraqitura, avokatët e Veliajt pretendojnë se masa arrest me burg është e tepruar dhe nuk përputhet me parimet e proporcionalitetit. Sipas tyre, kjo masë jo vetëm që kufizon lirinë personale, por ka ndikuar drejt për drejt edhe në funksionimin e administratës së kryeqytetit, duke krijuar boshllok në drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Nga ana tjetër, prokuria e posaçme ka mbrojtur vendimin për masën e sigurisë, duke theksuar se ekziston rreziku që i pandehurit të ndikojë në hetime ose të pengojë procesin duke kontaktuar dëshmitar apo duke cënuar provat. Gjykata kushtetuese pritet të japë vendimin e saj përfundimtar në një fazë të mëvonshme, i cili do të përcaktojë nëse masa e arrestit me burg do të mbetet në fuqi apo do të rishikohet në një formë më të lehtë.